Rritja e ndjeshme e temperaturave gjatë muajit qershor ka rritur nevojën e ujitëvaditës për të gjithë banorët e fshatit Bllate sipërme në njësinë administrative Maqellar në Bashkinë Dibër, ndërkohë banorët thonë se ujitëvaditës në fshatin e tyre mungon prej 35 vitesh për shkak të dëmtimit të veprave vaditëse. Sadullah Veliu shprehet se thuajse gjithë toka bujqësore e fshatit të tij është djerr, pasi nuk e kanë punuar për shkak të mungesës së ujitëvaditës. Veliu thotë gjithashtu se institucionet duhet të bëjnë më shumë për banorët e fshatrave pasi ata kanë nevojë për shërbime etike, si ujë pishëm, ujë vaditës dhe rrugë, e asgjë tjetër më shumë. Sipas Sadullah Veliut, pensionet në fshatra janë qesharake deri në 9700 lekë, që nuk mjaftojnë as për ilaçe. Problemet tona ujë të pishëm katastrofë. Një e para punë. E dita. Bujqësia shumë zot në zero. A kupton? O bandi. Pensionet në përgjithësi, jo vetëm ndepër flas në gjithë Shqipërinë, janë në atë minimumin që nuk shkohet e në të marrësh 1 kilo domate. O ban 3. Kemi shumë gjëra për të thënë. Por kryesorët janë këta dhe unë them që duhet të lëviz vendi. Vendi duhet të lëviz në të gjitha drejtimet. Por veçanërisht pensionistët janë pikë të hallit. Kanë ngel vetë plesht kjo shtëpia. Fëmijët janë largu. Çka kërkohet më shumë më për kaq? A kërkohet më shumë se kaq? 97.000 lekë. Që 97.000 lekë unë paguaj drita 50.000. Laçesh, mos i zej laçet. Mo kem fëmina jo jashtë ashtu që na ndihmojnë pak. Në përgjithësi flas populli shqiptar është shumë i vujtur. Duhet lëviz çdo drejtim punë atash. Mani lëps aty, ka lë ditë në vërk me vërani, vjen ndim pak familjes. Por që janë fëmijët jashtë tash edhe një herë dhe na ndihmojnë pak ata. Ato na ndihmojnë ata. Mo kemi ato ne këtu. No, çfarë dilesh kështu? Si dilesh? O pa 30 vjet, pa ujë të pishëm, ujë të pishëm, ujë kresori, ujë të pishëm. Ujë vadis, jo, ujë të pishëm. Asnjë gjë hiç. S'ka ku ka një. Ka me dhe plesën ato që shto vëra vinga që në rrugave, çfarë bëj sket hapë, gjithë janë edhe gjinja po. E mira është që të ketë punësim. Çdo familje, pa dallim, jo po ki, jo pa ai, të gjithë të kenë një punësim marrëdhënie me shtetin, gjinafe, gjithë kanë fëmijë, të gjithë ndark duan ushi. Banorët e moshuar të Bllatës së sipërme mundohen të ndihmojnë pensionin duke punuar në bujqësi për të siguruar më shumë të ardhura ekonomike për vete dhe familje.